Sapo lam paltot, jemi të operat dhe baleti për Arthysin që është sold out, nëse mbani mend kur blem biletat. Jemi gati. Qa performance do bësh? Mirë se erdhët në Vlogmas Day 23. Okej. Ky Vlogmas do nisi në këtë mënyrë. Kemi ardhur përpara Arthysin. Jemi duke pritur, është shumë me njerëz dhe mezi po presim nisi shfaqje. Përfundova paketimin e dhuratave, përfitova nga rasti që batosh në gjumë se ndryshe nuk arrim dot ta bëjmë këtë gjën dhe i hoqa sërisht. I vendose njërë të pema për të parë, edhe pse disa dhurata i kam shpërndar, por i hoqa sërisht se nesër mëngjes kur zgjohet bato, do hapi dhe dhuratat e të tjerëve, kështu që do pres në dre kur të vinë të gjithë dhe pastaj t'i nxjerr. Ndërkohë shikojnë çfarë jam duke bërë. Kam filluar që sot në darkë është ora 1:30 natës të përgatis gjërat për nesër dhe shikoj sa ka ardhur brumi. Tani t'i futëm punës, t'i fus gjërat në frigorifer se nesër mëngjes do qojmë shumë herët, kam shumë gjëra për të gatuar, do vinë gati 14 veta në shtëpi dhe kam shumë punë. Viglas! Mekaniku! Ja ku jemi sërisht, kam pritur pak që të postoj vlogun në fundit, përveç faktin se na 2 ditë kam qenë shumë smur dhe rezistova se rezistova, po një shpirt kam dhe unë. Nga ana tjetër kam dashur që të pres pak në mënyrë që të marrin sa më shumë pjesë të giveaway dhe të them fituesit
Dhe gjithashtu doja që të shihni sa më shumë video në fundit që kam postuar ku më përgjigjem pyetjeve tuaja, ku kam bërë një question and answer me Hekrin dhe faleminderit për të gjitha komentet pozitive dhe për suportin e këtyre ditëve. Kanë qenë disa ditë impenjative, ishim tek arrothyesi, tek operat dhe baleti, ja u këshilloj shumë që të shkoni ta shihni vitin tjetër, është shumë i bukur dhe sapo të dali lajmërimi, ndiqni faqen e operës, teatrit të operës dhe baletit dhe shkoni, blini biletat, se ja vlen realisht, ja vlen shumë dhe çmimi nuk është i shtrenjtë as pak. Pastaj kemi patur Krishtlindjet dhe gatova, erdhi nëna me gjyshin, u gëzova shumë. U lodha dhe pak se isha gjithkohës duke përgatitur, por që ja vleti. Pastaj Bato ka pasur ditëlindjen e shoqes Noarës, që është vajza shoqes time, Voltidës, do t'ju tregoj disa video. Dhe pastaj kishim dhe një fest tjetër Krishtlindjesh me kushurirat e mia, me tezet e vogla, siç i them unë, dhe Bato është kënaqur shumë. Te ditëlindja e Noarës ndeti shumë keq, sepse ishte akoma si i bezdisur dhe nuk është mësuar me festa me animator dhe nuk po gjete veten dhe shkurt muhabeti më ka ndetur gjithë ditën në krah, gjithë festën në krah, nuk rrinte në tokë, ankohej të tjerë, nëse nuk ishte një pjesëmarrje e denjë e Batos në këtë fest, por të nesërmen tek festa tjetër u kënaq, u tërbua, u rikthye në vetvete. Këtë ditë nuk e kam çuar në çerdhe sepse ka pasur sëmundjen këmbë gojë duar. Ne fatmirësisht shpëtum nuk e morëm, ai tani është shumë mirë, janë larguar të gjitha. Dhe ne pas nesër do nisemi për në Gjakov, do kalojmë atje fund vitin, do rrim atje disa ditë sepse unë shqyr kam në ca ditë pushim, në 4-5, si bie bashkë me fundjavën, dhe them të pushoj pak, të reflektoj pak se çfarë do bëj në 2026-ën, si do jetë kontenti këtu, e kështu me radhë, gjithsesi më thoni dhe ju çfarë keni dëshirë të shihni dhe si doni që të postoj, e kështu me radhë. Gjithashtu nëse doni vlog në Gjakov për fund vit, më thoni. Nuk e di a do postoj më për këtë vit, mendoj që ky do jetë vlog masi i fundit dhe ju falenderoj shumë për suportin që më keni ndjekur këtë vit, që më keni suportuar sidomos pas rikthimit tim dhe gjithashtu falenderoj dhe subscribersat e rinj që kanë ardhur në kanal. Shpresoj të vazhdoni të më ndiqni dhe të shihni sa më shumë videot e mia. E thënë kjo, le të kalojmë tek zgjedhja e fituesve të giveaway-t. Okej, jam këtu, erdhi dhe Hekri, Bato dhe Rio, besoj dëgjohen në sfond. Dua t'ju rikujtoj edhe një herë që do jenë 16 fitues sot. Masat e rrobave nuk do jenë të njëjta për të gjithë, i kam ndarë në bazë të pakove, do kemi 4 pako me XS, 5 pako me S, 3 pako me M, 3 pako me L dhe 1 pako me XL. Tani kjo në gjë nuk varet nga unë do zgjedh të gjithë 16, do më kontaktoni pastaj dhe nga i pari tek i fundit do zgjidhni masat. Në fund do ngelem pastaj çfarë do ngelem, por kjo siç ju thash nuk varet nga unë. Juve pastaj mund ta dhuroni pakon nëse nuk ju përshtatet me masë. Ndërkohë erdhi dhe Bato. Sigurisht ishte për mua, unë do doja t'ju gëzoja të gjithë ndjekësve të mi, por kjo ishte një giveaway parë dhe sigurisht do ketë dhe të tjera. Sapo kam lançuar një giveaway në Instagram në bashkëpunim me Librari Buzukun për një set që ju më keni pyetur gjatë gjithë kohës. Kështu që kaloni edhe në Instagram për të marrë pjesë tek ai giveaway që është posaçërisht për fëmijët tuaj. Ndërkohë jam duke bërë kopje linkun e giveaway që ta fus këtu tek ky automatizimi për zgjedhjen e fituesit. Dhe ja po nisim këtu giveaway-n bashkë me Bato në sfond. Dhe ja ku është këtu do vendos 16 fitues. Ja. Dhe tani do gjejmë fituesin. Okej, 10 fituesit e parë është Flora Funa, që është e para.
Pastaj është Emi 18L, ndërkohë po I bëj screen. Fituesi I tretë është Migena Manka, fituesi I katërt është DLXHG3E, që thot jam shtatzan dhe thash why not. Shpresoj gjesh masat e duhura. Gjyste Loshaj, Besa Hana, Eko 0612, vend të 7, vend të 8 Erada Kosiqi, vend të 9 Gog SAK, dhe në vend të 4 Resmije, në vend të 10, Resmije Tahiraj. Këto janë 10 fituesit e parë, tani do lançoj dhe 6 fituesit e mbetur. Ndërkohë kam bërë të gjithë screenshotin. Nuk e di arrini ta shikoni me të gjithë fituesit. Do ta bëj dhe një screen record që ta keni. Tani, programi që kam zgjedhur nuk më lejon të zgjedh më shumë se 10, kështu që do gjej një program tjetër dhe të zgjedh 6 fituesit e tjerë dhe të bëj të mundur që mos të jenë të njëjtët që fituan. Kështu që rradha e këtyre është, ju lutem më kontaktoni në Instagram, në DM, më shkruani një mesazh ku më thoni që jeni ju, më çoni një screenshot të accountit tuaj, kuptoj që jeni realisht juve. Dhe pastaj do bisedojmë për ku ndodheni për pakot. Në rregull, ja ku kam edhe 5 komentues të tjerë në vend të 11, po ja u them kështu me vende në mënyrë që sepse do fillojnë do zgjidhen masat nga I pari drejt të fundit, siç ju shpjegova, është Gjulia Carciu, Gerta Alushi, Julinda Juli, Besa Hana dhe Albina Maqaj. Ja, po I bëj dhe screenshot këto komentet, do zgjedh dhe një komentues të fundit, sepse komentuesi I 16 ishte Gjyste Loshaj, më fal Gjyste, por Gjystja ka fituar më duket dhe tek e para, ja të shoh një herë? Po, ka fituar tek raundi I parë, kështu që do zgjedh dhe fituesin e fundit. Atë t'ju tregoj me video edhe në këtë rast që të jem sa më shumë transparente. Në këtë rast Gjystja nuk vlen sepse ka fituar tek raundi tjetër dhe ja ku janë fituesit e tjerë. Juliana, Gerta. Kam bërë një gabim se edhe Besa Hana ka fituar tek raundi I parë, Gjystja dhe Besa që kanë gocat me fat më duket që fitohen se 2 herë janë zgjedhur, kështu që do zgjedh edhe 2 fitues të tjerë, që të jenë total 16. Okej, fituesja e 15 është Elda Myftari. Ja, këtu. Urime Elda, dhe tani do zgjedh të fundit. Më doli sërish ajo vajza që është tatzan, por mbas asaj del Tina Ismailaj, gëzuar festat Mami Batos, bravo për gjësin e bukur, do kisha dëshirë të isha pjesë e dhuratave tuaja. Tina, ke fituar dhe ti, je fituese 16 dhe ju lutem më shkruani në DM në mënyrë që të filloj të bëj gati pakot dhe kush është në Tiranë t'ja u shpërndaj në Tiranë, do ja shpërndaj me hekrin, po I them që tani. Kush do jetë në Kosovë, do mundohem t'ja dërgoj këtë ditë që do jem në Kosovë, kush do jetë jashtetit, do bisedojmë dhe do gjejmë një mënyrë që t'ja dërgoj dhe juve atje. Ja ku është mbajt vajzës që ishte shtatzan që ka dalë në grupin e parë të fituesve, ja ku është dhe goca tjetër këtu. Dhe kaq, shpresoj që në vazhdim do bëj giveaway të tjera dhe faleminderit shumë për gjithë supportin. Vazhdoni të shihni vlogjet e mia nëse nuk I keni parë të gjitha. Gëzuar festa dhe sa më shumë fat, mbarësi dhe shëndet pranë familjeve tuaja, ndërkohë Bato në sfond po na tregon lodrat që ka marrë për Krishtlindje. Ju dua shumë. Dhe më shkruani në DM se do bëj gati pakot dhe do t'ju tregoj sigurisht kur do t'ja u dërgoj.